Zonja dhe zotrinj, mërmërëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Këtë javë vazhdon aktualiteti i çështjes së dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Studentët shqiptar tani më i kanë adresuar kërkesat e tyre edhe përmes protestës së hënës. Por çfarë pas kësaj? A do të ketë një zgjidhje që do të jetë e pranueshme për studentët apo ende kjo çështje do të zvarritet në labirintet e politikës? A ekzistojnë vijat e kuqe? A ka afat kohor pritja si dhe për shumë çështje tjera? Përgjigjet më të hollësishme sonte i kërkojmë nga studenti i UNT-s dhe njërin nga organizatorët e protestës studentore, Çliri Miseni. Ndërkohë unë pa humbur kohë, Mimrama mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën, i themi Miseni. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësia jonë. Iseni, a duhet të jenë të negociueshme provimet në gjuhën shqipe, respektivisht provimi i jurisprudencës, apo kjo është një e drejtë e garantuar dhe pa negociueshme? Jo, asesi kjo çështje nuk duhet të negociohet. Ne po kërkojmë të drejtat tona themelore, të cilat i kemi të garantuara me ligj dhe me kushtetutë. Nëse është e drejtë e garantuar, atëherë kush duhet të mbajë përgjegjësi konkrete që kjo çështje po zvarritet prej kohësh? Besoj që përgjegjësia është institucionale dhe këtu përgjegjësia bie mbi çdo kënd, çdo individ që ka qasje për të zbatuar çështjen, për të drejtuar funksionalitetin e çështjes ose për ta harmonizuar atë. Deri më tani e dini dhe ju se nuk është mbajtur asnjëherë provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe. Pyetja më konkrete është pse deri më tani nuk është ngritur asnjëherë zëri për këtë çështje sipas jush? Këtu besoj që ka pasur një farë zëri që nuk është dëgjuar deri tani, por edhe nuk ka pasur ndonjë iniciativë konkrete. Kjo ka filluar para 2 viteve më konkretisht. Dhe besoj që kohë pas kohe është anashkaluar kjo çështje. Po mos harroni se është vështirë të bëhet rusni tani kur është ministri Filkov dhe më herët kur kanë qenë ministra shqiptare në këtë post drejtues. Pra, pozicioni nuk është i njëjtë. Po, e vërtet që nuk është i njëjtë, por dua të përsëri që kjo çështje nuk është ngritur më herët. Ajo ndoshta është për shkak të mosvullnetit të studentëve apo diçka e tillë. Sipas jush, pse kjo temë nuk është problematizuar më herët, qoftë nga studentët apo nga ish-ministrat e drejtësisë? Besoj që ajo heshtje ka sjellur një normalizim, le të themi, të çështjes dhe edhe nëse ka pasur ndonjë zë, ka qenë një pakënaqësi e heshtur. Pra mendoni se ka pas heshtje? Po, besojmë që ka pas heshtje nuk ka pasur domethënë vullnet nga studentët. Çfarë mesazhi mendoni se dërguan protestat tuaja dhe a mendoni se u dëgjua zëri juaj? Po, besoj që zëri u dëgjua fuqishëm ditën e hënë në protesta dhe ne kërkojmë të drejtat tona themelore dhe asesi nuk tërhiqemi nga ajo që kërkojmë. I kemi të garantuara me ligj dhe me kushtetutë. Ligjin për të cilën më vonë do flasim është ligji për përdorimin e gjuhëve. Po, patjetër. Thirrën ju. Por studentët, a kanë studentët ndjesinë se partitë politike po e keq përdorin këtë kaos të studentëve të filluar për herë të parë, të themi? Dëgjoj, studentët janë shumë të informuar dhe janë shumë të kujdesshëm për këtë çështje. Deri tani nuk kemi hasur në ndonjë problem konkret. Ne vetë ju kemi bërë thirrje partive politike dhe është gjithçka në rregull derisa ato nuk na ndryshojnë atë thelbin e kauzës sonë. Pra nuk druani se mund të keqpërdoreni se vazhdimisht protestat e së hënës mbaruan, ndërkohë deri në dje, të themi kështu, kishte përplasje Vlend dhe BDI për atë se kush është fajtor dhe kush do ta zgjidhë këtë çështje. E them këtë duke marrë parasysh edhe ju vetë e pat se pothuajse të gjitha forumet rinore të partive politike shqiptare morën pjesë në protestën e së hënës. Pra, pikërisht për këtë arsye ju pyes. Po, ne jemi në rregull me atë pjesë, përderisa askush nuk tenton që të na politizojë çështjen apo të na instrumentalizojë neve. Derisa respektohet kauza jon, ata janë të mirëseardhur. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht për gjitha këto. Po, patjetër. Urdhëron.
Të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. I ftuari ju është studenti i UNT-s dhe njëri nga organizatorët e protestës studentore, Çlirim Iseni. Pra ne vazhdojmë të shtellojmë këtë problematike cila u bë edhe të themi ka shkaktuar reagime të shumta, a është kjo një çështje për negocim apo për zbatim të një të drejtë të garantuar? Ju zotëri Iseni thatë se është e garantuar duke u thirrur në ligjin për përdorimin e gjuhave. Pra ju thoni se ligji për gjuhët e garanton këtë të drejtë, po pse sipas jush nuk është zbatuar asnjëherë deri më tani në praktik në lidhje me provimin e jurisprudencës? Po, kjo është një pyetje themelore dhe përgjigja është shumë e qartë. Ne nuk kërkojmë një drejtë të re. Ne po kërkojmë zbatimin e një të drejtës vetë se më ekzistuese dhe tashmë në ato kornizat ligjore ekzistuese. Dhe pikërisht këtu duhet të shmangim çdo keqkuptim publik. Kur një ligj, si ligji për përdorimin e gjuhëve, rregullon në mënyrë të posaçme këtë çështje, atëherë nuk jemi para një debati për të sjellë një ligj të ri apo diçka për të shpikur diçka të re, por jemi para një detyrimi për ta zbatuar ato ekzistuese. Në protestat, pra ku qëndron, nëse ju pyes, ku qëndron vija ndarëse mes një kauze studentore dhe përfshirjes politike, me këtë pyetje a i pyetet politikanët që morën pjesë në protestën e së hënës, pse kjo çështje nuk është zgjidhur prej kohësh, pra pse nuk është zbatuar ligjin për përdorimin e gjuhëve në lidhje me çështjen e provimit të jurisprudencës. Sigurisht se jeni takuar, keni biseduar, ju pam drejt për drejt aty, pra pse nuk kërkuat përgjithësi të themi nga ana e tyre, pse nuk është zbatuar këtë e drejtë e garantuar me këtë ligj? Dëgjoj tash, ne nuk po kërkojmë një faktor, le të themi, nuk e kërkojmë fajtorin konkret këtu. Politikanët tonë besoj që deri diku kanë shtjelluar këtë çështje dhe janë munduar ta kryejnë këtë punë. Por nëse ka hasur në ndonjë problem, atëherë ajo është çështje tjetër që ne duhet të luftojmë për të dhe të zbatojmë në ardhmëri. Sipas jush, si student tani i juridikut, më tregoni ju, a janë të sinqert politikanët, pa marrë parasysh nga cila parti, a në opozit apo opozit, kur thonë se do ta zgjidhin këtë çështje? Tani më për një herë për gjithmonë. Ju çfarë sinjale shihni? Dëgjoj, mosbesimi është e vërtetë se është ngritur te studentët, sepse kjo çështje është anashkaluar gjatë një periudhe të gjatë. Por ne nuk mund të ju besojmë 100% le të themi politikanëve. Sepse edhe më parë kemi hasur në vesh të shurdhër. Tani, të flasim në lidhje me problematikën edhe ajo që mua më lën përshtypje, t'ju parashtroj, a ndiheni të diskriminuar kur provimi kërkohet vetëm në një gjuhë që nuk është ajo e studimeve tuaja? Po, sepse aty krijohet ajo pabarazia reale. Një student mund ta di materialin, por ai në mënyrën se si testohet në gjuhën maqedonase, ai automatikisht vendoset në disadvantazh për shkak të gjuhës së provimit. Dhe kjo do të thotë se nuk po matet vetëm njohuria e tij profesionale, por ai po vendohet në një testim gjuhësor. A është kjo betejë vetëm për studentët e sotëm apo për brezët që do të vinë sipas jush? Jo, absolutisht. Kjo nuk është betejë vetëm për ne apo një betejë e sotshme, por edhe për brezat që do vinë. Nëse një padrejtësi zgjidhet sot, ajo do të thonë nuk trashëgohet nesër te brezi tjetër. Kjo është arsyeja pse kjo kauzë ka peshë më të madhe se sa dikush mund të mendojë. Çfarë mesazhi mendoni, se ne në fillim e pak e prekëm këtë, çfarë mesazhi mendoni se u dërguan institucioneve që e kanë shtyrë këtë çështje prej kohësh? Mesazhi është që kjo çështje nuk mund të mbahet në sirtare dhe më tej. Institucionet duhet ta kuptojnë se studentët nuk po kërkojnë asgjë jashtë ligjit, por pikërisht zbatimin e tij. Dhe kur një kërkesë është kaq bazike, megjithatë zvaritet me vite, atëherë problemi nuk është vetëm te interpretimi, por te mungesa e vullnetit dhe seriozitetit institucional. Pra mendoni se kjo është çështje e mungesës së vullnetit politik, a? Po. Tani, a mund t'ja shpjegojmë opinionit se sa më lehtë dhe sa më shumë kohë kursen të themi dhënia e provimit të jurisprudencës në Shqip krahasuar me ata në maqedonisht? Po, kjo nuk është një çështje vetëm rahatie, por eficiencë dhe drejtësie. Kur studenti jep provimin në të gjuhën në të cilën ka studiuar dhe ka menduar juridikisht, ai fokusohet te përmbajtja dhe jo te përkthimi i vazhdueshëm mendor.
ai kursen kohën, Sa është ajo koha? pa marrë parasysh, ai kursen kohën, ai ul stresin dhe bën vlerësim më autentik. Po institucionet arsyetojnë se provimi lidhet me funksionimin e sistemit juridik në Maqedoni. Sa qëndron ky argument sipas jush? Ky argument nuk duhet pranuar pa ndonjë analizë. Është e vërtetë që sistemi juridik funksionon në një realitet institucional të caktuar, por kjo nuk mund të përdoret si arsye për të na e mohuar të drejtën tonë gjyqësore të garantuar me ligj. Përkundrazi, në një shtet që pretendon barazi reale, sistemi duhet të jetë i aftë të funksionojë pa e përjashtuar studentin nga e drejta e tij. Tani 4 ditë pas organizimit të protestave, a keni ende besim se kjo do zgjidhet institucionalisht apo vetëm përmes presionit politik? Do me thënë, ne ende besojmë në ato zgjidhjen institucionale, sepse kjo është rruga normale në një shtet të së drejtës. Por njëkohësisht duhet të jemi edhe realist, sepse ndonjëherë institucionet lëvizin vetëm kur ka ndonjë presion publik të mjaftueshëm. A mendoni se këtë betejë jeni të detyruar ta fitoni edhe vetëm përmes protestës dhe presionit, protestave kështu me radhë apo jo? Jo vetëm përmes protestës. Protesta është një mjet, po jo qëllimi final. Qëllimi është zgjidhja. Cili mjet tjetër e keni përdorur, të themi? Jeni takuar me dikë? Mendoni përfaqësues të ekzekutivit ose me dikë? Mund të na tregoni? Kemi zhvilluar takime pothuajse me të gjithë bloqet partijake, si ato në opozit, po edhe ato në qeveri. Jemi takuar edhe me ndërkombëtar, me ambasador e kështu me tuti. Çfarë ju thanë njëherë përfaqësuesit e partive politike, qoftë nga opozita apo nga pozita, të themi në pushtet? Ato që janë tash në pozit, besoj që po mundohen ta zgjidhin këtë çështje, por nuk e dim, nuk kemi informata se në çfarë probleme ato po hasin. Sepse nuk jemi të informuar siç duhet se ku ka mbrirë procesi apo a ka filluar procesi. Çfarë ju thanë më tekstualisht, më konkretisht në lidhje me këtë problem? Po zyrtarisht po thuhet se provimi i jurisprudencës do të mbahet në Shqip, por nuk ka afat kohore, nuk e dim se çfarë është diskutuar, çfarë propozime shipen në lidhje në komisionin e formuar. Pra, çfarë dini ju, çfarë ju thonë? Kur afërsisht? Afati kohor e dini? Nuk kemi afat kohor, jo. Ende nuk kemi afat kohor, ajo mbetet të shihet në një reagim të atyre, por deri tani nuk ka asgjë konkrete. Deri ku i keni vijat e kuqe të pritjes, të themi, nëse nuk ka reagim, cili është hapi i radhës juaj? Besoj që ne hapi i radhës është përshkallëzim demokratik i veprimit. Kjo mund të në kuptoj një organizim më të madh, më shumë se publik, ose me shumë koordinim dhe me shumë këmbgulje institucionale. A çfarë garanci kërkoni konkretisht nga qeveria për të mos mbetur kjo vetëm si premtim e që do të zgjidhet? Sigurisht e keni diskutuar edhe këtë pjesë me përfaqësues. Po, ne duam diçka të dëgjojmë sa më shpejt diçka konkrete. Në një afat kohor, apo të informohemi sakt se ku ka arritur procedura deri më tani. Dhe jo vetëm të na thuhet se kemi krijuar grupe punuese dhe të mbetet aty. Pra, në këtë drejtim e keni diskutuar se për shembull në ato takime me përfaqësuesit e ekzekutivit se si e komentojnë faktin që ka deklarata kontradiktore brenda vetë institucioneve për këtë temë. Çfarë ju thanë ata? Këto deklarata kontradiktore tregojnë mungesë qartësie institucionale dhe mungesë harmonie në trajtimin e një çështje që duhet të ishte e qartë prej kohësh. Kur vetë institucioni flet me disa zëra për një të drejtë që duhet të jetë e parashikueshme, atëherë neve na cënohet siguria juridike dhe besimi politik. Tani kur e përmendet faktori ndërkombëtar, si e shihni ju rolin e faktorit ndërkombëtar për këtë çështje? Çfarë ju thanë? Jeni drejtuar me letër apo keni pasur takime? Kemi zhvilluar takime, por ka pasur me ambasador të ndryshëm, por ka pasur edhe reagime nga vetë ato, sidomos pas deklaratave të kryeministrit para 2 ditësh, ne edhe vetë i pam ato në media. Dhe çfarë ju thanë faktorit ndërkombëtar? Ato thonë se ne kemi të drejtë. Dhe kjo çështje, ky ligj duhet të zbatohet, sepse ashtu është i shkruar me ligj dhe me kushtetutë. Thanë se do të ndërmarrin masën në ndërmjetësimin e kësaj çështje? Po, ato mundohen. Sa ambasade ju ka thonë, ju kanë premtuar?
Nuk të mund të them një numër të saktë për momentin, vetëm dje pam se reagoi ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ai i Italisë. Për të sqaruar këtë temë, nëse nesër ju ofrohet një zgjidhje kompromisi, të themi, që nuk e prek të zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve, a do të pranoni apo do të kërkoni zbatim të plot të ligjit? Pra, deri ku i keni vjet e kuqe për të zbatuar? Dëgjoj, varet se sa ai kompromis çka nënkupton dhe a nënkupton ndonjë relativizim të ligjit ose ndonjë instrumentalizim tonin, por ne asesi nuk duhet të negociojmë. Kërkesat tona studentore, të pastëra studentore, nuk negocion dhe duhet të zbatohen ashtu siç janë parashikuar me ligj. Në asnjë moment përfaqësuesit e ekzekutivit nuk ju thanin ja fat kohor për afërsi se kur mund të zgjidhet kjo çështje se do dihet vendimi? Jo, nuk ka diçka konkret. Sa mund të pritni ju për shembull? Nuk besoj që mund të presim gjatë, sepse boll kemi pritur dhe kemi arritur në fund. Tani sa ka ndikuar Iseni kjo situatë në motivimin dhe të ardhmen profesionale të studentëve të drejtësisë? Ka ndikuar keq apo? Po, besoj që ka ndikuar keq, sepse ato kur e shohin që sistemi shtetëror nuk i përkrah ato, ajo ndikon në pasiguri, në pabarazi dhe në padrejtësi. Nuk druani se, për shembull, kjo betejë për gjuhën dhe për provimin e jurisprudencës faktikisht mund të kaloj, sapo të kaloj presioni protesteve, mund të shuhet, të themi? Keni një paralemrim, jo paralemrim, po një druarje e tillë. Si mendoni? Mund ta shtyni vetëm përmes presionit apo? Besoj që është patjetër suheshëm presioni publik që ne kemi filluar ta bëjmë. A më tregoni, a rrezikon kjo çështje të krijojë precedent edhe për fusha të tjera arsimore, që ndoshta nuk e dim se ekziston një gjë e tillë e që është problem në vete për studentët shqiptar? Po, patjetër. Është ajo mundësi dhe është shumë e hapur. Ne asesi nuk duhet të lejojmë që kjo çështje të vazhdoj edhe më tej. Ne duhet ta zgjidhim këtu që mos të kemi probleme në të ardhmen, sepse ky problem paraqitet edhe në fakultetin e mjekësisë, që në fund të studimeve studentët duhet të nënshtrohen atij provimit për licencën që e marrin në gjuhën maqedonase. Që do të thonë kjo nuk vlen vetëm për fakultetin juridik. Por në këto takime me ekzekutimin, a e shtyn edhe këtë proces të mjekësisë apo jo? Jo veçanërisht, por për ato ne mundohemi që të krijojmë, të shtyjmë institucionet të bëjnë zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës, që duhet i përfshin të gjitha këto. Dhe pse nuk e parashtroni këtë, meqense jeni duke biseduar dhe negociuar edhe për këtë pjesë, pse nuk e aktivizoni studentët e mjekësisë për të zgjidhur, meqense bëhet fjalë për njëjtën problematikë dhe njëjtën temë, i cili sipas jush thoni se është ligji për përdorimin e gjuhëve, pra pse nuk i shtyni bashkë me profesorët faktikisht me studentët e mjekësisë të dy proceset paralel? Po, do mundohemi ta bëjmë këtë, por duhet të konsultohemi me grupin organizativ dhe duhet të konsultohemi me studentët tjerë. Çfarë është plani i grupit organizativ të protestave? Pra, si do të veproni në të ardhmen? Plani është që ne asesi mos të dorëzohemi. Nuk të hiqemi nga kërkesat tona. Kjo i bie protesta tjera apo çfarë? Ato ende kanë mbetur të diskutohen, por patjetër që ne nuk ndalemi. Në çfarë do mënyrë të jetë, ne nuk ndalemi derisa ligji të zbatohet dhe kërkesat tona të kryen. Deri më tani me ministrin e drejtësisë keni pasur takime, çfarë ju është thonë? Tet-a-tet takim? Jo, nuk kemi pasur. Keni kërkuar takim? Po, por ai gjen ndonjë arsye, sidomos pas protestës, ai u thirrte një arsye se nuk kemi pasur ndonjë simbol shtetëror në protestë. Dhe kjo. Jo, nuk mendoni se është, të themi, politizuar pak protesta juaj? Jo, nuk jemi të atij mendimit. Ne kemi qenë shumë të kujdesshëm ndaj kësaj. Nuk keni instrumentalizuar nga partitë politike? Jo, kjo nuk ka ndodhur dhe nuk besoj që do të ndodhë. Gjithë partitë politike janë të mirëseardhur të jenë pjesë e aktiviteteve tona dhe kësaj nismës sonë, përderisa ata e respektojnë kauzën tonë dhe nuk ndërhyjnë
atë qëllimin tonë që e kemi. Po a i pyte zotëri Seni, për shembull politikanët që morën pjesë në protestën e së hënës, pse kjo çështje nuk është problematizuar më herët që në kohën kur ata ishin, për shembull. A i pyte se i patët edhe atje, si kërkojmë përgjegjësi nga institucionet aktuale ose nga përfaqësuesit, nga ministri kështu me radhë, ne më herët kemi pas shumë ministra shqiptar. Pra, a i pytet ju konkretisht pse nuk i keni zgjidhur këtë çështje? Pse nuk i keni problematizuar bashkë me juve gjithmonë? Po, a i pytet? Po, kemi pasur disa bashkëbisedime me disa prej tyre, por kjo çështje fillon me që iniciativa është marrë shumë vonë. Me mungesën e vullnetit. Patjetër që mungesë vullneti, por edhe iniciativa është marrë shumë vonë dhe nuk është, në ato nuk kam dëgjuar një ankesë konkrete deri më para 2 viteve, kur ka filluar kjo iniciativë. Si do t'i motivoni edhe studentët e mjekësisë? Së nxënësit, studentët e mjekësisë në lidhje për ta ngritur zërin për këtë çështjen e licencave? Besoj që edhe ata janë të vetëdijshëm dhe duhet të ndërmarrin masa që ne mos të na lëmë vetëm në këtë rrugtim që jeni nisur, sepse bëhet fjalë edhe për to. Po. Pra, hipotetikisht, Seni, nëse nuk zgjidhet kjo çështje, a do ta konsideroni si dështim të sistemit arsimor apo edhe juridik apo jo? Po, patjetër. Sepse kur një drejtë e garantuar nuk arrin të zbatohet në praktikë për një kohë kaq të gjatë, atëherë nuk është më thjesht një vonesë institucionale apo administrative, është sinjal dështimi institucional. Tregon se sistemi arsimor dhe juridik nuk po funksionon siç duhet dhe me koherencë dhe seriozitetin që duhet. A dihet numri i saktë i studentëve shqiptar, të cilët parafërsisht gjithmonë flasim, që do duhet i nënshtrohen brenda muajve provimin e jurisprudencës? Kemi informacione? Jo, nuk kemi ndonjë numër të saktë deri tani. A keni informacione se kuadri aktuali i cili punon në kuadrit të sistemit gjyqësor dhe prokuroriali është i vjetër në moshë, janë studentët që dikur kanë studiuar në gjuhën maqedone dhe kanë dhënë provimin e jurisprudencës në maqedonisht. Tani shumica prej studentëve stagnojnë, nuk mund të japin provimin e maqedonisht dhe si rezultat i kësaj dhe gjyqësia ka mbetur pak të themi me më pak kuadro shqiptare. Pra, kjo punë e dhënies së provimit në jurisprudencë, sa do t'jetë, ti tregojmë opinionit, kjo është pyetja, sa do t'jetë e mirë edhe për sistemin më të gjerë, prokurorial dhe gjyqësor e kështu me radhë? Patjetër, sepse kjo na dërgon në atë se duhet të shtohen kuadrës shqiptare në çdo institucion, si në gjykatë, si në prokurori e mëtej, dhe provimi i jurisprudencës në gjuhën maqedonase është e vërtet që i stagnon studentët tanë shqiptarë. Sepse imagjino që një student gjatë gjithë studimeve të tij përgatitet në gjuhën shqipe, gjithë dijen e ka marrë në gjuhën shqipe dhe në fund ai duhet të nënshtrohet provimit në gjuhën maqedonase që nuk është gjuha e tij studimeve. Po, e studimeve. Seni, unë e kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar e që mendoni se ndoshta nuk i kemi trajtuar, urdhëroni minutën në vazhdim për juve. Nuk besoj që kam mbetur diçka, por unë e di se unë të bashkëmoshatarët e mi, asesi nuk mund të lejojmë një kauz si kjo të shuhet dhe duhet të shkojmë deri në fund kësaj pune, sepse si pjesë e një rinie të shëndosh dhe mendje hapur, ne duhet të krijojmë atë barazin reale në shtet. Barazin reale e cila duhet të përfshihen të gjitha faktorët dhe të mos politizohet çështja e cila ndoshta dikur edhe ka qenë proces pak më i lehtë për të zbatuar dhe për të zgjidhur këtë çështje. Faleminderit që morët pjesë në intervistën 1+1. Faleminderit juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që ju përgatite. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim premten e ardhshëm, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin e servisit publik.